Për miq, mirë se takojmë sërish në emisionin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do të ndalim në këtë takim të radhës tek element shumë i rëndësishëm ku besimtari i devotshëm, ai i cili synon devotshmërinë, duhet të ruhet gjithsesi prej saj. Do të flasim për mendjemadhsinë. Sa e rrezikshme është mendjemadhësia, çfarë pasojësh sjell ajo? Përse në Islam ka një trajtim të veçantë për mendjemadhsinë ose quajtur ndryshe kibri? Për këtë do të na flas sot Hoxha i nderuar Hoxh Bexhet Behrami. Hoxh, mirë se vini. Mirë se jemi, faleminderit për ftesën. Hoxh, nëse flasim për mendjemadhsinë ose kibrin, si mund ta përkufizojmë atë? Çfarë është mendjemadhësia? Po, faleminderit për pyetjen. Mendjemadhësia, që kam përkufizuar shumë prej dietarëve musliman, mendjemadhësia është një smundje shpirtërore, smundje e zemrës, e cila e kaplon zemrën e individit dhe kjo smundje pastaj bëhet shkak që njeriu mos ta pranojë të vërtetën dhe pastaj bëhet shkak gjithashtu që të përqymojë dhe të nënçmojë njerëzit që e rrethojnë. Për definicionin dhe për kufizimin e kibrit, për kufizimin më të mirë ka dhënë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, ku thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el kibru batarul haqqi wa ghamtin nas. Mendjemadhësia apo kibri është mospranimi i të vërtetës dhe nënçmimi i të tjerëve. Këtë përkufizim e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ky përkufizim i kibrit ka të bëjë me dy drejtime, me dy rrafshe. Rrafshi i parë në raport me Zotin, në raport me krijuesin e gjithësisë, Allahun xhalla xhelaluhu, që njeriu që ka kibër e bën kibri mendjemadhësia mos me e pranu të vërtetën e cila vije prej Zotit, edhe kjo është pjesa më e rrezikshme e kibrit, e pastaj kur kibri, kjo smundje pra vend në zemrën e besimtarit, në zemrën e njeriut, atëherë kjo bëhet shkak që ai të mon veten më lart edhe të nënçmojë të tjerët, mos të pranoj gjërat për të tjerëve. Pra, në një farë mënyrë, nëse jemi prekur nga mendjemadhësia apo vetëpëlqimi, kjo do të reflektohet në këto dy dimensione. Do kemi, po themi, mendjemadhësinë raport me të vërtetën, kur na paraqiten argumentet, kur na thuhet se Zoti ka thënë kështu ose profeti alayhis salam ka thënë kështu, po ndërkohë do të fillojmë edhe njerëzit të shohim disi më poshtë vetes. A duhet që ta shohim kështu her pas here, ta marrim në analizë veten tonë në këto dy aspekte, mos ndoshta jemi mendjemëdhenj në raport me argumentet ose duke i nënçmuar të tjerët? Gjithsesi, besimtari mirë është ai besimtari i cili vazhdimisht e mon veten e tij në kontroll në të gjitha dimensionet dhe në të gjitha aspektet. Ajo që është më e rëndësishme është që ta shiqojë njeriu veten e tij në raport me urdhrin e Allahut xhalla xhelaluhu, urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sjelljet dhe raportet e tij me të tjerët. Në krahasim, domethënë në rrafshin e lidhjeve tina me Allahun xhalla xhelaluhu, duhet ta kontrollojë njeriu veten e tij edhe kur të këshillohet për të tjerëve. Me fjalën e Allahut ta pranoj, pavarësisht personi i cili të këshillon ty apo ta tërheq vërejtjen, është mbi nivelin tën, mbi nivelin e dijes apo niveli shoqëror, apo është i rangut tën, po qoftë edhe nëse është në nivelin edhe në rangun tën, po të këshillon me fjalën e Allahut edhe me këshillat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, besimtari i mirë është ai besimtari i cili me modesti e pranon të vërtetën prej kujdo që i vijë ajo. Ndërkohë, cili është gjykimi për mendjemadhësinë dhe vetëpëlqimin? Pra, si kategorizohet ajo në fenë islame? Sa e rëndë është nëse i ndodh njeriu? Okej. Atëherë, çështja e mendjemadhësisë, dispozita fetare për te është ndaluar, është haram, edhe është për gjunoheve më të mëdha. Nga se kur flasin dietarët musliman për pasojat e kibrit, edhe për kibrin, për mendjemadhësinë, thonë se mëkati i parë që me katu Allahu xhalla xhelaluhu me të është si rrjedhoi si pasojë e kibrit me mendjemadhësisë. Mëkati i parë që u bë Allahut në qiell dhe mëkati i parë që u bë Allahut në tokë u bë si pasojë edhe si rrjedhoi e kibrit. Nëse kthehemi në histori kur Allahu xhalla xhelaluhu e krijoi njeriu në parë Ademin alayhis salam dhe i urdhroi me lajket, i urdhroi angjujt me për ul Ademit, shaj respekti për këtë krijesë madhështore që krijoi Allahu xhalla xhelaluhu. Të gjitha melaqet ju përullën e çun urdhën e Allahut xhalla xhelaluhu në vend me përjashtim të iblisit, i cili e refuzoi urdhën e Allahut. Për çfarë arsye refuzoi? E refuzoi për shkak të mendjemadhësisë, kibrit. Tha ana khairun minhu, unë jam më i mirë se kë. Unë ke kriju 5 zjarr, nëse këtë krijove prej dhëut. Pra, kibri, mendjemadhësia e bëri iblisin, djallin e mallkum, me refuzu urdhën e Allahut, edhe mu përjashtu, me u përzan për i mëshirës së Allahut xhalla xhelaluhu. Edhe mëkati i parë që u bën tokë, u bë prej dy bijve të Ademit, kur Allahu xhalla xhelaluhu
e pranoj sakrificën e njerit prej beve të Ademit, ndërsa sakrificën e tjetër nuk e pranoj. Nga se dietarët thonë se prej derivateve, prej frutave të kebrit është edhe hasedi, xhelozia. Se njeriu që ka kibër mendon se ai ka përparësi ndaj të tjerëve. Ai duhet të avancojë, ai duhet të favorizohet, ai duhet të jepet mundësia para të tjerëve. Ai duhet të ketë raportet më të mira me njerëzit dhe me Zotin, ai duhet të ketë pasurinë para të tjerëve e kështu me radhë. Dy bijtë e Ademit, njëri kishte kibër, e kibri e bëri që të ketë hased, të ketë xhelozi ndaj vllaut vet, edhe tha ja pranoj kurbanin vllaut, këtij nuk ja pranoj, edhe zgjati dorën, edhe mbyti vllaun e vet si pasoj e kibrit dhe mendimallësisë. Për këtë arsye pra kanë thonë që mëkat aq i keq është kibri, saqë mëkati i parë që ka bërë Allahu në qiell dhe mëkati i parë që ka bërë Allahu në tokë është si pasojë e kibrit. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i regjistron fjalët e Lukmanit kur këshillon birin e tina që të mbas hecnë për tokë me arrogancë. E thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wala tamshi fil ardi maraha", dhe mos hec me mendje madhësi në tokë. "Innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula". Pse është kjo mendje madhësi e jote? Pse ka arrogancë? Ti s'ki mundësi ta çosh tokën, as nuk ki mundësi ta arrish lartësinë e maleve. Andaj hec lirshën për tokë. Mendje madhësia gjithashtu e bën njeriu të dalë prej nënshlimit ndaj Zotit. Për këtë arsye, njerëzit që nënshtruan ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, si veçoria e parë e tyre është që janë të përulur. Allah subhanahu wa taala tregon në Kur'an surën Furqan për robërit e Allahut, për ibadur Rahman, robërit e të mëshiruesit. I përmend Allahu xhelle xhelaluhu veçoritë e tyre, veçoria e parë e tyre thotë është: "Wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna", dhe robërit e të mëshiruar, gjithmëshirshmet. Janë ata robë të cilët hesin në tokë me mendje madhësi, me përulësi, hesin në tokë me modesti. Andaj ajo që e kërkon Allahu xhelle xhelaluhu prej neve është modestia, ndërsa ajo që na tërheq vërejtjen dhe na paralajmëron që të largohemi prej saj është mendje madhësia. Andaj besimtari i mirë dhe i përulur ndaj Allahut është e mon veten kontroll, e kontrollon veten e tij vazhdimisht, është modest, nga se sa më modest që je më afër Allahut xhelle xhelaluhu, e jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadith që njeriu gjendja e tij më së afërme me Allahun xhelle xhelaluhu është kur është në sejdë. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Pozita më së afërme me Allahun, me Zotin fuqiplot, është kur je në sejdë. Pse? Për arsye se sejdja është kulmi i modestisë, kulmi për uljes tonë ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. E sa më shumë që demonstron për ulje ndaj Allahut, je më afër Allahut xhelle xhelaluhu. Ndërkohë, her pas here mund ta pranojmë që kemi cilësitë të mendjemadhësisë. Mirë po e nënvlerësojmë sepse mendojmë që nuk është një mangësi e madhe. Ndërkohë, a është një gjuna i madh, a jemi duke bërë një gjuna të madh nëse jemi përfshirë nga mendjemadhësia, reagojmë me arrogancë, reagojmë me mendjemadhësi, e refuzojmë të vërtetën si shtat apo i nënçmojmë të tjerët. Pra, a është një mëkat i madh kjo gjë apo një ndër mangësitë e njeriut? Dietarët islam mendjemadhësinë e fusin te mëkatet e mëdha, ose mëkateve të mëdha. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "La yadkhulul janna", nuk futet në xhenet, nuk do të futet në xhenet ai person në zemrën e cilit ka një grimës të mendjemadhësisë. E dietarët islam kur kanë folur për mëkatet e mëdha, ka thonë çdo mëkat me të cilën ne ka tërheq vërejtën Allahu xhelle xhelal dhe ka kërcënuar me zjarr të xhenemit, konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Andaj mendjemadhësia rangohet dhe kategorizohet tek mëkatet e mëdha. Dhe duhet besimtari pra me kontrollu veten e tina që ta shëroj shpirtin dhe zemrën e tij prej mendjemadhësisë, për arsye se kjo mendjemadhësia pra është prej mëkateve të mëdha dhe e privon njeriu prej futjes në xhenet, e që futja në xhenet duhet me qenë synimi i secilit besimtar që ta fitoj xhenetin. Ajo që na pengon neve, mes neve dhe mes futjes në xhenet, padyshim këtë hadith po e potencon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është mendjemadhësia, duke thënë direkt nuk do të futet në xhenet ai person në zemrën e cilit ka një grimës të mendjemadhësisë. Pastaj dietarët islam prej tyre Ibn Thaymini thotë që mendjemadhësia varet me çfarë dimensioni ka të bëj. Nëse mendjemadhësia jote të bën që me refuzu një urdhër të Allahut xhelle xhelaluhu, me urrejt diçka prej atyre ligjeve dhe dispozitave të Zotit, kjo njeriu Zoti na rujt e fut e nxjerr jashtë kornizave të Islamit dhe ai është përgjithmonë në xhenem. Ndërsa nëse mendjemadhësia ka të bëj me
njerëzit, ka të bëjë me nënçmimin e njerëzve e kështu me radhë, ai është i kërcënuar me zjarr të xhehenamit, mirë po me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu, ai do të lirohet dhe përfundimisht për shkak të besimit tina do të futet në xhenet me lejen e Zotit. Mirë po besimtari nuk bën me leju që me mbet në zemrën e tina smundje, mendjemallësi apo vetpëlqimi teprum, saqë e kërcënon atë me futjen në xhenet, me futjen në xhehenam. Ndërkohë kemi një aspekt tjetër ku në Islam ne gjejmë transmetime të shumta që profeti alayhis salam veçanërisht në kohë festash apo në pritje delegacionesh ka patur rroba të veçanta, kemi histori nga sahabët që po themi përdorin parfumin. Pra, kjo është shfaqja para njerëzve me një lloj elegance, me dhe një lloj estetike. A është po themi e ndryshme nga ajo që ne po flasim me mburrjen ndaj përpara njerëzve, me shfaqjen po themi më të madhe, pa ku dallon mendjemallësia nga shfaqja po themi para njerëzve si i rregullt, me elegancë, me bukuri. Mirë, do të thonë vërejtja dhe pyetje shumë me vend, e cila na orienton me bë diferencën dhe dallimin mes mendjemallësisë edhe diçka që dikush mundet me dyshu që mos është mendjemallësi e që në fakt nuk është mendjemallësi. Një pyetje e tillë është pyetur edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kur fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mendjemallësinë. Edhe ai që ka mendjemallësi në zemrën e tij nuk do të futet në xhenet, shokët e vet i thanoi dërgumi i Allahut. Nëse dikush prej nesh dëshiron, ka qef me u duk bukur, me u vesh bukur dhe me u duk bukur. A është kjo mendjemallësi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, thot Allahu është i bukur dhe e don të bukurën, mu shfaqe bukura. Mirë po mendjemallësia është refuzimi i të vërtetës dhe nënçmimi i të tjerëve. Andaj vëllezër besimtar, të shfaqesh, të dukesh bukur, në shaj falënderimin ndaj mirësive të Allahut xhelle xhelaluhu, kjo nuk ka të bëjë me mendjemallësinë. Bile është e kërkuar ndonjëherë, që shkon një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu subhanahu wa taala dëshiron me i pa gjurmët e mirësive të Allahut ndaj robit. Nëse ty Allahu subhanahu wa taala ka begatu me mirësi të shumta, ka begatu me pasuri, ka begatu me shëndet, ka begatu me të mirat kësaj bote, është mirë besimtari, jo në shani arrogance, po shaj falënderimin ndaj Allahut xhelle xhelaluhu me shfaq mirësitë e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Bile thot Allahu subhanahu wa taala në surën Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dhe fal dhe shfaqi mirësitë, bukuritë të mirat edhe nimetet që ka jap Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse fakti që ti veshesh bukur, e mban veten që thot populli, mirë po jo me e konsideru veten më sipër se tjetër, më nalt se tjetër, dhe nuk e nënshmën tjetër, kjo nuk ka të bëjë asgjë me mendjemallësinë, po kjo ka të bëjë me dëshirën, karakterin e njeriu që ka qef me shfaq mirësinë dhe të mirën e Allahut xhelle xhelaluhu që ja ka dhënë atij. Ndërkohë shpesh mendjemëdhenjt janë ata të cilët e shfaqin mendjemallësinë e tyre të arrogancën, sidomos kur kanë, po themi, pasuri, e shfaqin tek mënyra se si ecin, mënyra se si vishën, makinat shpesh se si i vozisin, se si i parkojnë, të toni i zërit, të gjitha këto aspekte. Pra, mendjemallësia është diçka që shpesh duket. Ndërkohë, ku e ka vendi mendjemallësia? Në zemër apo në dukje? Pra, nëse i heqim këto aspekte, siç është veshja e tepruar, magina e tepruar, apo aspektet e jashtme, ato thosë e kemi kuruar mendjemallësinë apo është zemra ajo me cilën duhet të merremi? Burimi i gjithasë në fillim kur folim për mendjemallësinë, thamë se është smundje e zemrës. Burimi i gjitha smundjeve është zemra. Për këtë arsye ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë në trupin e njeriu është një copë mishi. Nëse ajo përmirësohet i tërë trupi, e nëse ajo prishet edhe shkatërrohet edhe prishet e tërë trupi, ajo është zemra. Thot transmetuesi i këtij hadithi, thot zemra në raport me gjymtyrët e trupit është sikurse mbreti në raport me ushtrinë. Nëse mbreti është në rregull, do të burojnë urdhra të mirë prej tij dhe ushtria do të jenë në rregull. Ndërsa nëse mbreti është i prishur edhe ushtria do të jenë e prishur. Kështu është zemra. Nëse zemra e besimtarit është zemër e shëndosh, do të reflektojë vepra të mira, pozitivitet për gjymtyrëve të tij. Ndërsa nëse zemra është e prishur, do të reflektojë pastaj arrogancë të jashtme. Ajo që është e rëndësishme me cek këto është se njeriu nga vetë natyra e tij është i prirur për arrogancë. E sidomos kur Allahu xhelle xhelal jap mirësi.
kur Zoti jep mirësi, ja hap dyert e rrezikut, jep pasuri njeriu është i prirur me shfaq pastaj arrogancën. Përveç ata të cilët e mojnë veten në kontroll, përveç ata të cilët e dinë që dhuruesi është Allahu xhelle xhelalu dhe e mbajnë veten në kontroll, mos me kalu në arrogancë. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Alaq, "Kalla innal insana la yatgha." Me të vërtet njeriu i tejkalon kufit. Kur i tejkalon kufit, ra'ahu staghna. Momentin që e ka po veten të panevojshëm për dikon. Momentin që ka dhënë Zoti pasuri, ka hap dyert e dynjas, ka bë pasuri, ka marr pozitë, çat moment që e sheh veten të panevojshëm për dikon, pastaj i tejkalon kufit. Ajo që e bën për njeriu i tejkalu kufit shpesh herë është dhunti që për jep Allahu xhelle xhelal. Që ka treguar Allahu subhanahu wa taala rastin e Karunit, të cilit i kishte jep Allahu subhanahu wa taala pasuri të madhe. Edhe pasuria e tij pastaj e bani ato me usill, me arrogancë ndaj të tjerëve për arsye se mendonte veten të panevojshëm për dikon. E besimtari sado që të jep Allahu xhelle xhelalu pushtet, e sado që të jep Allahu pasuri, duhet mos mbështetet në forcën e tina, po vazhdimisht të mendoj që atë pasuri, atë pushtet, atë mirësi, atë dhunti e ka prej Allahu xhelle xhelalu. Çat moment që ti mbështetesh në forcat e tua, mbështetesh në pasurinë tua, në pasurinë tone, ti shumë është vështirë me shpëtu pasaj prej arrogancës. Për këtë arsye, na domethënë kemi temën për mendjemadhsinë edhe vetpëlqimin. Dietarët kanë thonë që e kanë bënë një lloj dallimi, çfarë është vetpëlqimi edhe çfarë është vetbesimi. Se njeriu duhet me pas vetbesim, për me pas sukses në jetën e tina, duhet me pas një vetbesim. Mirë po, vetbesimi i cili të bën ty me besu në aftësitë e tua, po mos më harru që këto aftësi ki prej Allahu xhelle xhelalu të jap sukses. E kanë përmend dietarët musliman kanë thonë se njeriu i cili mbështetet në forcën e vet shkatërrohet. Do të thonë nuk bën besimtari mu mbështet vetëm në forcën e vet, në aftësitë e tina, në pasurinë e tij. S'bën me harru Allahun xhelle xhelalu asnjëherë. Pra ai i cili mbështetet në aftësitë e tij do të shkatërrohet. Ai i cili mbështetet në të tjerët do të zhgënjehet. Nëse mbështetet dhe ke prit për njerëzve, në momentet më kritike që pret me ndihmu ata, do të zhgënjehesh. Ndërsa ai i cili mbështetet te Allahu xhelle xhelalu me një vetbesim në aftësitë e tij, duke mos e harruar që Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi të gjitha të mirave që i gëzon të edhe aftësive tua, me të vërtetë do të jesh i ndihmuar. Dhe jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhe me këtë, na mëson në lutjen e tina që e bën të shpesh, Allahumma rahmeteke arju, fala takilni ila nafsi tarfat ayn. O Zot, unë kërkoj mëshirën tënde, mos e le çështjen time në dorën time për asnjë çast. Me bo me hek Allahu xhelle xhelalu mbi këshyrën e tij për neve, në çast shkatërrohemi. Pra besimtari duhet me pas vetbesim, mirë po mos me harru asnjëherë ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra, në një farë mënyrë edhe mendjemadhësia dhe vetpëlqimi është një lloj kthimi shpinë ndaj udhëzimit, ndaj ftesës së Zotit për të qenë, po themi, rob i tij, për të qenë i nënçmuar ndaj tij dhe për të frymëzuar dhe për të orientuar nga mësimet e tij. Po, gjithsesi, besimtari vazhdimisht duhet të kujdeset për raportet e tina me Allahun dhe raportet e tina me të tjerët, me njerëzit. E përmend lidhe me këtë çështje na shërben fjala Ibn Qayyimit, i cili thot për Ibn Taymiyan, thot vazhdimisht e thoshte shpesh Ibn Taymija këtë fjalë, thoshte syfaqësia shërohet me fjalën iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, ndërsa vetpëlqimi dhe mendjemadhësia e shëron besimtari me fjalën Allahu wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra besimtari jo rastësisht Allahu xhelle xhelaluhu na ka bë obligim çdo recat namaz me lezu surën Fatiha. Nga se besimtari vazhdimisht është i ekspozuar ndaj mendjemadhësisë, është i ekspozuar ndaj syfaqësisë, është i ekspozuar ndaj vetpëlqimit të kështu me radhë. E Allahu xhelle xhelaluhu na ka bë obligim çdo recat namaz me thon iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. E vetëm ty të adhurojmë ta shëron syfaqësinë. Unë nuk e bëj adhurim për po dikush, se ai kush do të qoftë ai që më shem unë nuk më krym punë. Dhe nuk më bën dobi. Pra me fjalën iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, e shërojmë syfaqësinë, ndërsa wa iyyaka nasta'in, dhe kem nevojë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, e shëron arrogancën, e shëron mendjemadhësinë dhe e shëron vetpëlqimin. Kur e din që ndihma vjen vetëm prej Allahu subhanahu wa taala.
Po është bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës tonë, ndërmjet që shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, jemi me Hoxhën Behxhet Behrami dhe po flasim pikërisht folim në pjesën e parë për mendjemallsinë dhe jemi duke folur tashmë për vetpëlqimin si një sëmundje gjithashtu e rrezikshme për besimtarin. Ndërkohë Hoxh, nga buron vetkënaqësia, pra njeriu shef tek vetja ndoshta aftësi dhe kjo e bën atë që të jetë i vetmjaftueshëm, pra cilat janë burimet e vetkënaqësisë. Po, vetkënaqësia, motivet të cilat e bojnë njeriu me qenë vetkënaqur edhe me pas vetpëlqim të tepruar, është e para, ka disa njerëz që motivohen prej krijimtarisë tyre, ka kriju Allahu të bukur, të pashur në kështu me radhë, edhe e mbajnë veten më lart, më meritor se të tjerët. Ndërsa kjo shërohet kur e din njeriu dhe din besimtari që s'ka pushtet, s'ka merit në këtë punë. Allahu xhelle xhelale ka krijuar në këtë formë, edhe ajo do të jetë kaluese. Do të venitet me kalimin e vitës, bukuria e tij do të venitet. Të dikush vetpëlqimi buron prej diturisë së tij. I ka dhënë Zoti dije, i ka dhënë Zoti autoritet, apo i ka dhënë Zoti shprehje të mira, edhe mon veten më lart se tjerë. Edhe kjo duhet të besimtari mos me shfaqat vetpëlqimin, po me mendu që kjo është dhunti dhe dhuratë prej Allahu xhelle xhelalu, që më një sprovë të vogël të kalon ajo dije prej teje dhe shkon te dikush tjetër. Ka, domethënë, burimet dikon prej te dikush është pasuria, ajo që e nxit që të ketë vetpëlqim tek ai kështu me radhë. Mirë, po dietarët musliman e kanë përmendur edhe se si shërohen kjo smundje. Ka thonë vetpëlqimi shërohet duke nënshtruar konsultave. Çat moment që ti mendon që veç ti ki drejt, ndëgjoj edhe mendimet e tjera, se nëse ndëgjon mendimet prej kolegëve, prej shokëve tu, ndoshta kanë marrë me mendime shumë më të mira se sa mendimet e tua. Pra po modest dhe tregoju, po themi, vëmendje të tjerëve kur flasin, se ndoshta tek ata do të gjesh urtësi dhe do të gjesh, po themi, ndoshta edhe shërim. Po, gjithsesi. Për këtë arsye e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith shumë interesant, i cili ka të bëjë me vetpëlqimin, e që duhet me pas parasysh ne secili prej neve që punojmë në grupe, punojmë në kolektiv, jemi në familje, në shoqëri kështu me radhë. Thot Resulullah sallallahu alajhi wasallam, një hadith interesant, thot idha ra'aita shuhan muta'an, nëse sheq në shoqëri është përhap koprasia e skajshme, wa hawan muttabi'an, edhe njerëzit vrapojnë pas egos vet, wa i'jabe kulli dhi ra'in bi ra'yi, edhe secilit i pëlqen ideja vet, mendimi vet, ka vetpëlqim, teprum në mendimet e tina, thot fa alejke nafsek. Atëherë thot izolove dhe qëndroj vetëm. Komentatori këtij hadith është interesant, thot edhe pse Kurani na flet dhe na nxit që të punojmë në grup, punojmë në kolektiv, në xhamat. Pastaj edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na nxisin dhe na motivojnë punojmë grup. Mirë, po në këto raste kur këto smundje përhapen në shoqëri, është e pamundshme me funksionu si xhamat, me funksionu si grup. Pra nëse në shoqëri është e përhapur kooperacia e skajshme, nëse në shoqëri është e përhapur ndjekja e lakmis, ndjekja e epsheve, edhe secilit i pëlqen ideja dhe mendimi i vet, thot është e pamundshme me funksionu si grup, andaj në këto rrethana kur paraqiten këto smundje, po nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mu veçu paksa, se s'ki mundësi me funksionu si xhamat, s'ki mundësi me funksionu si grup, nëse janë të përhapur këto smundje dhe këto dukuri. Andaj këto vihet në pamjen në diskutim rreziku i mendjemallësisë dhe rreziku i kibrit. Para mendos sikur të përhapet me të madhe mendjemallësia në shoqëri, edhe vetpëlqimi. Ku secili e nënçmon secilin, do të paralizohet jeta shoqërore. Kur të ofendohet në shpoj ty e moj vetën manal, te mon manal sa e tjetri, nuk ka mundësi me funksionu shoqëria. Për këtë arsye Islami e ka dërguar Allahu xhelle xhelalu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Thotë wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk të dërguam ty o Muhammed vetëm mëshirë për mbar njerëzimin. E për mëshirës sa Allahu xhelle xhelalu për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është e ka dërguar tek njerëzit ju zekku anfusahum, që i pastroj smundjet e zemrës, të pastroj ata që ta pranojnë njëri tjetrin, të marrin për ideve të njëri tjetrit e kështu me radhë mënyrë që të funksionojë shoqëria, nëse vetë s'ki mundësi me funksionu.
Ndërkohë, çfarë thot Kurani për ata të cilët janë ruajtur dhe nuk kanë rënë as në mendjemadhësi, as në vetpëlqim? Sepse shpesh trajtimi kuranor është i tillë që e trajton problemin nga dy anë, duke inkurajuar atë që i rues të keqes, duke e qortuar apo duke dhe e kërcënuar, po themi, keqbërësin. Pra është një lloj motivimi dhe një lloj ftese, shpërblimi për ata të cilët janë ruajtur nga mendjemadhësia dhe nga vetpëlqimi. Çfarë trajtimi kuranor ka për këtë? Allahu Gjelle Gjelalu në surën Qasas tregon një ajet kuranor shumë bukur, edhe pse të gjitha fjalët e Allahut janë të bukura, po kur dalin besimtarët dhe mediton rreth këtij ajeti kuranor, me të vërtetë i qetësohet shpirti i tij dhe motivohet për me shëru veten e tij për mendjemadhësisë dhe me qenë modest dhe i përulur ndaj Allahut Gjelle Gjelalu. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa tilka darul akhirah", dhe kjo është bota tjetër, kjo është xheneti. Lilledhina la yuriduna uluan fil ardi wala fasada. Dhe është për ata të cilët nuk duan lartësim në tokë dhe nuk duan shkatrime në tokë. Wal aqibatu lil muttaqin, dhe fundi do të jetë për të devotshmit. Ky ajet kuranor ka ardhur pranë surën Qasas, ka ardhur nëse e këshir, domethënë rënditjen e ajeteve mbrapa tregimit të Karunit, që folëm më herët për te, Karunit të cilit i kishte dhënë Allahu Gjelle Gjelalu pasuri të madhe, po pasuria e tij e bani arrogant dhe e bani që tjetë i lartësuar mbi tokë. E Allahu Gjelle Gjelalu thotë që bota tjetër xheneti do të jetë trashëgim dhe do të futen ata njerëz që nuk synojnë lartësimin mbi tokë, nuk dojnë me qenë më lart se të tjerë, po janë modest, wala fasada, dhe nuk dojnë shkatrim. Sikur po do me tregu Allahu Gjelle Gjelalu që çdo njeri i cili mban veten më lart, çdo njeri i cili synon lartësinë, synon mendjemadhësinë, detyrimisht do të vjen edhe shkatrimi në tokë. Detyrimisht lartësimi i tij do ta sjellë ato që të bëj fesad dhe shkatrimi në tokë. Dhe wal aqibatu lil muttaqin, dhe e ardhmja, fundi i mirë do të jetë për të devotshmit. Andaj ky ajet duhet më shërby, kjo fjalë e Allahut Gjelle Gjelalu duhet më shërby për neve si motivim që të mos e synojmë mendjemadhësinë, të mos e synojmë lartësinë në tokë, po të hesim në tokë me përulësi dhe me modesti, nga se kjo është veçori e robërve të Allahu Gjelle Gjelalu, të cilët hecen në tokë me modesti. Dhe në përfundim, Hoxh, a duhet të lutemi dhe t'i bëjmë dua Zotit që të na ruajë nga mendjemadhësia, pasi ndoshta mund ndodh që jemi përfshirë në mendjemadhësi, por nuk e kuptojmë. Dhe a është lutur profeti alayhis salam, po themi, a ka kërkuar mbrojtje nga Allahu që të ruhet nga mendjemadhësia? Gjithsesi është e preferuar që të lutemi edhe të kërkojmë mbrojtje nga Allahu Gjelle Gjelalu për çdo lloj smundje e cila mund t'i kaplojë zemrat tona. E padyshim që edhe mendjemadhësia është një smundje, bela është për smundje të rrezikshme që e kaplon zemrën e besimtarit, edhe pa rreziqet e saj se ku përfundon njeriu mendjemadh, ku do të jetë fundi i tij. Andaj besimtari duhet vazhdimisht ta lutë Allahun Gjelle Gjelalu që të mbrohet, mirë po të njëjtën kohë dhe të merr sebepet të pajiset me ato elemente dhe faktorë të cilët e bojnë atë që mos me qenë mendjemadh. Shkurtimisht po duam të përmend dy prej elementeve kryesore që e bojnë njeriu mos me qenë mendjemadh. E para prej tyre është me njoft madhështinë e Allahut Gjelle Gjelalu. Sa më shumë që e njeh njeriu madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, njohja e Zotit bën me qenë modest. Po të njëjtën kohë duhet me njohë besimtarë dhe veten e vet. Sa më thellë që e njeh veten tonë, njohja e detajuar e vetes tonë të bën me qenë modest. Andaj besimtari duhet me njoft Allahun Gjelle Gjelaluhu, sa më shumë që njohim Zotin, na bën më modest edhe më të përulur ndaj tij, dhe sa më shumë që njohim veten tonë, e njohim fuqinë tonë, e njohim përjardhjen tonë, e njohim forcën reale dhe çfarë do të bëhet me neve në të ardhmen, edhe kjo na bën me njohur veten sa të brisht jemi dhe sa të dobët jemi. Ndonjëherë njeriu prej temperature, prej një virusi, nga ana shëndetësore, po ndoshta edhe prej fjale mund të ndryshojë dhe gjendja e tij emocionale, pra njeriu është qenia ndoshta me brisht që ekziston, ndërsa Zoti është absoluti dhe i gjithditur. Allah është shpërblev, domethënë kjo është e tëra. Këto dy sene do mi pas parasysh besimtari, edhe patjetër që mi lut Allahu Gjelle Gjelalu me rujt zemrën e tij prej këtyre smundjeve shkatruese për individin dhe shoqërinë. Por Bexheti Zoti shpëlbeft, Zoti nderoj. Amin, edhe juve Allah shpëlbeft, Allah i nderoft.
Miq, këto ishin minutat e takimit sotëm, folëm për mendjemallsinë, folëm për vetpëlqimin si dy sëmundje shkatëruese ku besimtari vazhdimisht duhet të mundohet, po dhe të lutet që Zoti ta ruajë nga këto, pasi përfundimi i tyre është i përfundim shkatërues në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Prandaj një besimtar i cili synon kopshtet e xhenetit duhet që të jetë modest, i përulur dhe po themi sa më i shoqërueshëm me njerëzit. Falenderoj që na ndoqët dhe minuta kopsh.